Sa për freskinë e përjetshme, do filloj të rrim frigorifer që t'jem me freskët. Dhe sa për dashurinë, uroj ta gjej para se të martohem. Si e ti? Unë mori kafe dhe zvonuar. Okej, në rregull. Unë jam e treta këtu, nuk më pëlqen. Atë çfarë unë kam qartë është që dua të jem vetëm me ty. Sa gjeni 1 me lekë? Jo, burra lëshoni, se është i martuar, se s'është i martuar ti, lëshoni ju, s'keni fare kritere, zemra. Vajza mendja hapur. Qijojmë jetën, goca. Po që shoqtë mia ashtu e bëjmë. Unë mendoj që vajzat e mbara nuk sjellin probleme në shtëpi. Oh, po sa vite kishit bashk? Edhe 2 ditë. Edhe 1 ditë. Pas nesër është mbledhja. Rëzia e një buri veçantë që nuk e haron ditët e shënuara. Këto krizat martes. Me parat e babait tim i ke bërë gjitha këto. I numëronte lekët i shkreti 3 herë në ditë, ishte gati ti mbillte vazën që ti shtoshi. Po ç'të keq katë këtë burit ca para fundja. Nuk ka njerëz tjerë atje, se unë kam bllokuar gjithë lokalin. Oh my god. Po han tortën edhe besoj për pak do dalin nga kompleksi. Të shkri fare po them. Aha, e hëngre ema. Imagjinoni të kisha bërë gjithë themrat të isha vetëm i tatuazh? Je pak dirty ti goca. Ne e mori veshët. Jo, nuk ka mundësi që ti s'ka që mirë. Mos u shqetëso Rezi, këto janë gjëra të vogla. E rëndësishme të plotësojmë dosjen, të mbyllim dosjen e Rezotit. E shef pra si kuptojnë ju me njëri tjetrin? Mensuar. Se që kam një shqetësim një. Ne ishim mbaruam jeni për një kafe, si thoni? Mos pi shumë ti se nuk e mban pijen. Po nuk e mbajti ajo e mbajmë nemi, bashkë me pijen.